أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetjet, lutjet tona më të mira janë për më të mirin dhe më zgjedhurin e gjithë pejgamberëve të Zotit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi ali bejtin, familjen e tij të pastërt, bi sahabët, shokët e tij të ndershëm, dhe duat tona shkojnë edhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë fjalën e Zotit, fjalën e Allahut, si dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot do të flasim në lidhje me një namaz specifik, edhe inshallah ndoshta ndërkohë edhe varësisht prej kohës do të flasim edhe për një namaz tjetër vullnetar. Namazin për cilën sot kemi vendosur që të flasim është namazi rrallë, që nuk falet gjithmonë, por në raste të caktuara detyrohet muslimani që ta falë këtë lloj të namazit, ashtu si që janë detyruar edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe sahabët shokët e tij që në rrethana të caktuara janë detyruar ta falin namazin e tyre në formën që Allahu ua ka përcaktuar atyre. Është fjala për namazin e frikës. Jo çdo herë muslimanët janë lënë rahat prej momentit të parë kur filloi shpallja dhe kur Muhamedi alayhi salatu wassalam i thiri njerëzit në tauhid, në besim, në njohshmërinë e Zotit, që të besonin se nuk ka Zot që meriton me u adhuru me të drejtë veç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob dhe i dërguar i Zotit. Nga ai moment njerëzit filluan që të armiqësoheshin me fenë e Allahut dhe me dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam. Për arsye se njerëz kur devijojnë nga rruga e vërtet, ata bëhen fanatik në kundërshtimin, sharjen, fyrjen e fesë Zotit. Shejtani, i cili qëndron në krye të çdo devijimit, ai është ai i cili i nxit njerëzit që të fyjnë fjalën e Allahut, që të fyjnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe që të fyjnë pasues të fjalës së Allahut dhe sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ky armiqësim është prej ditës kur është armiqësuar shejtani, iblisi i mallkuar, lanetullahi alayhi, me Ademin alayhi salam, qysh në xhennet kur u dëbu nga mëshira e Zotit, u mallku nga on Allahu Taala se nuk pranoi të binte në sejdë, ta respektonte urdhrin e Zotit që të binte në sejdë Ademit alayhi salam, dhe Allahu e dëboi nga xhenneti dhe e dëboi nga mëshira e vet, e mallkoi. Dhe deri në ditë gjykimit, kjo armiqësi mes Ademit alayhi salam dhe pasardhësve të tij dhe iblisit dhe pasardhësve të tij do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit. Shejtani i mallkuar vazhdimisht do të luftoje fenë e Zotit dhe pasues të fesë Zotit, pasues të Islamit, të cilët e besojnë Allahun si një i cili nuk ka lind dhe nuk lind kush prej tij, dhe besojnë Muhammedin alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salam, Musa alayhi salam dhe gjithë pejgamberët më herët që Allahu i ka dërguar për njerëzimin, i besojnë që ata janë rob dhe të dërguar të Zotit. Nuk i atribojnë Allahut cilësi që ai nuk i ka atribuar vetës dhe i pranojnë cilësitë e emërtimet që Allahu ja ka atribuar vetës. Nëse Zoti ka thënë se jam i vetëm, nëse Zoti ka thënë se nuk ka lind dhe nuk lind kush prej tij, se ai nuk ka djalë, nuk ka vajzë, nuk ka pasardhës, është i vetëm pa fillim dhe i vetëm pa mbarim, neve i pranojmë dhe i atribojmë Allahut Taala këto cilësi. Ata të cilët kanë ndryshuar nga ajo çfarë Allahu i ka atribuar vetës, nga ajo që Allahu ja ka dërguar njerëzimit për fjalëve të tija, për librave të tija të shenjta, njerëzit i ndryshun ato, shkruan libra me dorën e vet, pastaj atribuan Allahut dhe thanë hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kjo është fe e Zotit dhe me këtë kishin për qëllim që të fitonin
një fitim të pakt, sikur që Allahu në Kur'an ka përshkruar për ta, të cilët kanë ndryshuar fjalën e Zotit. Disa muslimanët e ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam qëndruan besnik në pasimin e fjalës Allahut Kur'ani famlar dhe i qëndruan besnik pasimit të sunetit pasat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe ky qëndrim dinitos do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit. Pa më parasysh problemet, pa më parasysh sulmet që në bëhen, ne inshallah do të vazhdojmë të qëndrojmë në rrugën e Allahu Teala deri në ditën e gjykimit, dhe me ndihmën e Zotit fitimtare do të jetë feja e Zotit. Islami i pastër, të cilin Allahu e ka garantuar se në fund do të jetë, nuk ka më mbet shtëpi sipërfaqe të tokës që s'ka më përmend emri i Zotit Allah. E Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur e filloi thirrjen e tij në Mekë, e thiri kurajshitët së pari, fisin e vet, familjarët e vet, pastaj e zgjeroi te fiset për rreth, dhe thirrja ishte e përgjithshme, universale për gjithë njerëzit anë kanë rruzullit toksor. E njerëzit automatikisht filluan të armiqësoheshin për arsye se u kanosej me njëherë rreziku i prishjes interesave tyne të dynjas. Fiset ndryshme arabe kishin idhujt e tyne qabe dhe në oborin e qabës, që në brendësit qabës, apo në oborin e qabës, dhe kishin raportet të mira kurajshitët Mekkas me fiset arabe që i kishin lënë idhujt zotrat e tyne, që ndërmjetësonin sipas tyne tek Zoti i gjësisë, tek Allahu Teala, andaj nuk donin që t'ju prisheshin këto raporte. Dhe fillon të armiqësoheshin, aq shumë i ngushtuar muslimanët, sa që muslimanët u detyruan të shpërnguleshin. Pas 13 vite pejgamberllëkut Muhamedit alayhi salatu wassalam, muslimanët u detyruan të shpërnguleshin në Medinë, dhe u shpërngul në Medinë edhe vet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bashkë me të gjithë besimtarët, dhe aty qëndruan diku 10 vite. Mirë po nuk pushuan sa armiqësuari armiqtë e Islamit dhe dërguarit e Islamit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe ata e bon luftën e Bedrit, i sulmun muslimanët Medine, u zhvillu betejë e Uhudit, u rrethu Medinja me 10.000 ushtar politeista, të cilët erdhen dhe e rrethun Medinën mbi një muaj, qëndruan para mureve të qytetit Medinës, e muslimanët e mbrojtën Medinën duke hap një hendek, dhe u quajt beteja e aleancave, për arsye se shumë fise arabe u tubun, u bën aleancë për me i sulmu muslimanët. Dhe sot e kësaj ditë aleancat tilla shohim që kur vjen pyetje mi luftu muslimanët, të gjitha fet i sheh bashkohen një vetëm me i sulmu muslimanët për me azgjësu, mirë po alhamdulillah që nuk kanë arrit dhe nuk do të arrijnë asnjëherë. Mund dëmtojnë, por jo të azgjësojnë atë që Zoti ka garantuar se do ta ruaj, ajo është feja e vet, Islamin, dhe pasues të kësaj feje muslimanët. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në luftën e Hendekut, kur u rrethu Medinja dhe kur sulmonin dhe kishin me thy vijën e mbrojtjes këtë Hendek që e kishin hap muslimanët për mos me mund ushtria e armikut me depërtu, se duhej me zbritë, me kalu me kuajt e tyne, e shihnin se është e pamundshme. Muhamedi alayhi sallam një ditë kishte kalu koha namazit. Dhe ishte hidhru shumë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se si duke u angazhu në mbrojtjen e jetërave të muslimanëve dhe qytetit ku i kishin lënë gratë, fëmijët, pleqt, të smundit, të dobtit e tyne në qytet, e vetë kishin dalë me mbrojt jashtë qytetit. Muhamedi alayhi sallam kishte përgatit vijën mbrojtëse. Dhe duke u ballafaqu me armikun, i kalon koha namazit dhe ishte i hidhruar jashtë masë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ditë kishte dhënë premtim se pas sotën nuk do të presim armikun me na sulmu ne, por ne do të jemi ata të cilët ku vrejmë rrezik, se ata mund me na rreziku, ne do të jemi ata të cilët do të eliminojmë rrezikun pa i rreziku gratë, fëmijët, familjet tona dhe jetët tona në vendin tonë. Mirë po, kur deshte Rasulullah s.a.s. vitin e 5, disa kanë thonë vitin e 6, pas hijretit, pas shpërnguljes, migrimit Muhamedit prej Mekës në Medinë, deshte të shkonte në Mekë ta vizitante bashkë me 1000 kusur besimtar, sahabe, shok të tij,
me shku me vizitu Qabën e bekume, që është e shejt për ditës që i ka kriju Allahu qiellin dhe tokën. Sigur që ka në hadithet vërteta nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, është shejtru Mekkeja. Dhe kur arritën në vendin Hudejbije, që është 20 kusur kilometër në afërsitë të Mekës, pejgamberi alayhi salatu wassalam u ndal aty bashkë me shokët e tij. Është një vend quhet afër Hudejbijës Usfan. Aty është ndal pejgamberi alayhi salatu wassalam. Khalid ibn Velidi, komandanti i njohur i ushtrisë muslimane, në atë kohë ende ishte jo musliman dhe ishte prej komandantëve të njohur të Kurejshitëve, të ushtrisë politeiste, armike pa besimtare. Ai kishte dal me i bashku lëvizjet e muslimanëve. Dhe në kohën e drekës kur e sheh Bilali radiallahu anhu e thirr ezanin dhe muslimanët mbi 1 kusur vet falin namazin e tyne, ati i lind një ide se mund të sulmoheshin muslimanët duke qenë namaz. Thot, ne mund të sulmojmë këta e dojnë namazin ma shumë se çdo send tjetër. Dhe këta, kur i lajnë armat dhe përkushtohen në adhurim të Zotit tyne, ne atëherë duhet të sulmojmë. Është interesant që shejtani, në momentet kur besimtarët janë më të përkushtuar në adhurim, atëherë mundohen me sulmu. Po shohim edhe sot vende të ndryshme që sulmojnë muslimanët muajin e bekum të Ramazanit. Kur muslimanët janë përkushtuar në adhurim të Zotit tyne, zilia e shejtanit dhe pasuesve të tij në atë kohë nxit ata me i sulmu besimtarët, muslimanët. Ashtu ishte edhe mendimi i tij, Khalid ibn Velidit, që të sulmonte. Dhe Allahu Teala zbret një ajet në suratun Nisa, ajeti 102. Dhe ku Allahu Teala e shten e urdhëron Muhamedit alayhi salatu wassalam të falte një namaz të ri në rrethana të caktuara. Nëse keni raste të këtilla kur ballafaqoni, ushtria armike është para juve dhe ju jeni këtu dhe po pritet përleshja mes dy ushtrive, dhe ta si mu lidh namaz, si me fal, kur ata mezi po presin juve mi u sulmu. Atëre zbreq kjo ajet, ku Allahu Teala i thot Muhamedit alayhi salatu wassalam, kur t'jesh ti, Muhammed, mes besimtarve dhe të drejtosh faljen e namazit në luftë, atëherë njëri grup prej tyre le të falet me ty dhe le t'i mbajnë pranë dhe armët e veta. Pastaj do të shpjegoj edhe me hadithe parafërsisht se ka mënyra të ndryshme se si i ka falë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po tani veç po e citoj ajetin e Kur'anit. Pastaj këta le të rrinë pas jush dhe le të vijë grupi tjetër i cili nuk është falur dhe le të falet me ty. Le të jenë syqel dhe le t'i mbajnë armët e veta. Jo besimtarë dëshirojnë që t'jeni të pakujdesshëm ndaj armëve dhe pajisjeve tuaja, që t'ju sulmojnë me tërë fuqinë. Nuk ka gjunah për ju nëse hasni ndonjë shqetësim prej shiut ose smundjes e t'i lini armët, por edhe atëherë bëhuni syqel. Allahu me të vërtet ka përgatit dënim poshtrues për jo besimtarët. Dhe neve nuk e kemi dyshimin që Allahu Teala të gjithë ata të cilët janë të armiqësuar me fenë e Zotit, dërgumin e Zotit Muhamedit alayhis salam, kanë urrëti ndaj Islamit, ndaj pejgamberit Islamit Muhamedit alayhis salam. Keni pa ju në komentet e ne se si shahat Islami, se si shahat Muhamedi alayhis salam, se si fyhen besimtarët muslimanët. Dhe vazhdon kjo urrëtie te këta njerëz që Allahu Teala thot për tillet, ata çfarë e shprehin prej urrëties tyre në gjuhët e tyre dhe atë çfarë fshehin në zemrat e tyre nga urrëtia është shumë më e madhe në zemër se sa që e shprehin. Ja zakonisht kanë frymëzim të madh për shejtanit me u armiqësu me muslimanët. Dhe kur erdhi koha e qindis, Khalid ibn Velidi thot, e presim kohën e qindis, se ju kujtu masi ta po falin namaz drekës, kur ta falin namazin tjetër, në kohë të qindis, do t'i sulmojmë në atë kohë. Mirë po, zbret ky ajet dhe muslimanët e ndrojnë mënyrën e falërit të namazit. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, kemi disa lloje të faljes që ka falë pejgamberi alayhis salatu wassalam, namazin e frikës, salatul khauf, që nëse kemi frikë se armiku mund me na sulmu, ne nuk e lajmë namazin. Dhe kjo është shumë më rëndësishme ndër vëllezër. Me ditë se cili prej neve që po e lën në kohë të paqes namazin, as në luftë nuk ja u ka lecuar Allahu Teala besimtarëve me hub kontaktin e tyre në lutje adhurim ndaj Zotit tyre. Përkundrazi, edhe në luftë Allahu Teala ka kërkuar prej neve
ta falim namazin dhe mos ta neglizhojmë namazin me Zotin tonë. Andaj i ka mësu se si duhet mu falë kur veç e kini armikun. Nëse armiku është para neve, ka formë të namazit. Për shembull, unë kam kiblën që knej, ja tash si jem duke folë me ju, e jem unë qëtëne, armiku është para meje, ka formë të namazit. Po mundet me qenë armiku këndej, ose mbrapa kibles, unë kiblën e kom knej, po armiku në kom knej. A du të më falë anej? Jo, humbet kiblja. Kusht mu këthy ka kiblat e namazi i frigës. Janë rrethana dhe kondita dhe kushte tjera. Andaj edhe i përshtatet automatikisht. Tash është namaz specifik, që do shta një herën jetë të bije me falë, apo kalën një gjenerat, 2 gjenerata, sikur gjeneratat tonë, alhamdulillah, që nuk kanë pas luft dhe nuk ju ka ardhur rendi me falë namaz të frigës. Por nëse në ndodhë me u ballafaqu me armikun, ne jemi namazdi, armiku pëdën me të sulmu, e tash ti me lo namazina, jo, namazi vetëm kur të vdes, ose kur të hupin mend të bije, ose e ke hup vetdijen. Për ndryshe, ki mend, edhe nëse je shtrim, je i ulën, je sakat, je i plagosën, je me frigë, nuk bije obligimi i faljes së namazit. E tash të kujtojnë ata që nuk po e falin. Çfarë përgjegjësie e madhe është Allahu Teala. Lënia namazit. Një ditë të Allahun ditë gjykimit është sanimi vitet tona. Nëse, po them, sikur që kanë thonë dietarët, nëse Allah kishte më na marrë në pyetje për namazet ditore dhe më na dënu neve për çdo ditë të namazeve, me ditët e ahiretit, 5 kohë namazit, një ditë si ke fal namazet e ditës dhe natës. Me dënu Allah për çdo ditë nga 1000 vjet, 365 ditë të vitit, 365.000 vite në xhenem. E pakta, ma e pakta që mundet me qenë, 10 vite, mbi 3 milionë kusur vite, 20 vite, 30 vite, 40 vite prekos bilygët, kur ke hi, moshën madhore, e derim degës, vi fal namazet ta. Prandaj nëse jetu i dëgju këtë fjalë, dhe ende i je gjallë, dhe s'po e fal namazin, pendohu, bën taubat e Zotit yt, dhe ktheu Zotit tënd përgatitu. Allahu e fal të kalumen, inshallah, me mëshirën e vet, dhe nuk të merr në llogari për me të fut në xhenem për të kalumen, po e fillon për aty yt. Dhe je i falën, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la, penduesi nga mëkati sikur ai që s'ka mëkat, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj format kanë qenë ndryshme. Ibn Hazm al-Dhahiri ka përmend diku 14 forma të namazeve të frigës. Imam Ahmedi ka thënë janë diku 5-6 transmetime të sakta se si ka fal pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kemi hadithe të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që namazi namazi i frigës i ka vetëm një rekat, kemi hadithe që i ka 2 rekat, varet prej momentit të kohës kur ke qeni detyru me fal këtë lloj të namazit. Për shembull, gjejmë një hadith nga Ibn Abbasi te Sahih Muslimi, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Allahu as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadri 4. Allahu ka obligu juve namazin nga gjuha e pejgamberit Allahu Teala Muhammed alayhi salatu wasalam, që kur të jeni Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, kur natën e Miraxhit namazi ka qenë 2 rekat. Kur është bë obligim qiell që na me fal natën e Miraxhit, që Allah i ka kërku për neve me fal namaz, namazi ka qenë 2 rekat. Në Mekë duke qenë Muhamedi alayhi salatu wasalam ka fal namazë nga 2 rekat. Pasi kur është ardhur në Medinë, na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam që kur të jeni vendas, shtohet namazi. Dreka nga 2 është bë 4 rekat, i qindia është bë 4, edhe jacia është bë 4, akshami është 3 rekat. Po kur dalim në rrugë, atëre përngjasojmë sikur në rrugtimin e Miraxhit që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe e falim namazin nga 2 rekat. Mu ashtu sikur që është fal kur ka qenë Muhamedi alayhi salatu wasalam në qiell. Mirë po, namazi i frigës mjafton me u bë edhe me 1 rekat. Këtë varet thash prej momentit se si është fal. Po unë po mënohem me spjegu një herë këtë hadith, ku thot në këtë hadith e Ibn Abbasi,
kur ti një vendas, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar mi fal 4 rekat. Wa fi safari rak'ataini, kur ti një rrugtari falni nga 2 rekat, kur del në rrugë, shkurtohet namazi dhe na lehtësohet mundemi edhe me I bashku namazet. Wa fil khawfi rak'atan, kur jemi në ballafaqim me armikun dhe kemi frigën se në çdo moment mund të më na sulmu, s'kemi vakt me I fal 4 rekate, mjafton 1 rekat. Bile në luftë kur është përleshja të ndodh edhe po zgjat, tash ti nuk ki mundësi me u fal me imam, nuk ki mundësi me u fal me safa, sikur që do të shohim disa hadithe ku Muhamedi alayhis salam ka qenë në pritje prej rrezikut, për shembull atë ditë në Hudejbije, në vendi I quajtur El Usfan, Muhamedi alayhis salam nuk është hyn luftë me mushrikët e Mekës, Khalid ibn Velidi. Me po ka qenë frika se mundet të përleshen, se Allah I ka tregu, janë të ju prit me hyn namaz, edhe keni kujdes, falni namazin e frikës. Atë ditë ka zbrit ky ajet suratul Nisa, ajeti 102. Bile është thonë që Khalid ibn Velidi, një prej shkaqeve që ka shty me pranu Islamin, ka qenë mas marrëveshjes Hudejbijës, marrëveshja që është bërë mes Muhamedit alayhis salam dhe mushrikëve, në të cilën kanë qenë disa pika nga ma kryesorët si vjet mos hynin Qabe, Mekë, vini vitën e ardhshëm, kthehuni, pastaj çdo musliman që pranon Islamin brenda Mekës e do me ardhë në Medinë, nuk ka të drejtë me ardhë, por duhet të mbetet në Mekë, ndërsa çdo njeri prej Medinës që don me u kthy te familjarët e vet në Mekë me lënë fenë Muhamedit alayhis salam, me lënë Islamin, jemi të obliguar si musliman të ktheni tek ne. Pastaj fiset të cilët lidhin aleancë me Mekasit, nuk guxojnë Medinasit muslimanët me I sulmu aleatët e Mekasve, mushrik, dhe Mekasit nuk guxojnë me I sulmu aleatët e muslimanëve, fiset që dojnë me u lidh me Muhamedit alayhis salam, Mekasit zguxojnë me I sulmu aleatët e Medinasve, dhe ka pas edhe pika tjera, por këto kanë qenë prej makrosorëve. Këtu e vreti Khalid ibn Velidi që muslimanët kanë fitu tani pozitë të fuqishme në këto negociata, edhe tani e tytje daveti tyne do të shtrihe shumë ma fuqishëm dhe ma shpejt do të përhapej Islami, dhe ky rast, kanë thënë dietarët, kur e ka pasë ndrojt qase muslimanëve në vakt të qinis, e kupton se dikush e lajmëroi Muhamedit alayhis salam për qëllimet e këtyre që kishin për qëllim namazin e qindis me I sulmu musliman. E kuptoj se nuk pat kërkush për neve që shkoj ande dhe I lajmëroj, pa ata u pregaditën, morën masa dhe mbajtën qëndrim që me fal namazin e frikës, kur ballafaqohen me ne në mënyrë tjetër. Dhe kjo ishte subhanallahu urtësi prej urtësive të Allahut subhanahu wa taala, që me I tregu Muhamedit alayhis salam paraprakisht çfarë po mendonte armiku dhe me ndru strategji, dhe ky ndrym I strategjisë kishte ndiku pozitivisht te Khalid ibn Velidi, që pastaj edhe me pranu Islamin, gjë që elhamdulillah ndodhi dhe u bën një prej komandantëve të mëdhej të ushtrisë islame dhe kontriboi jashtëzakonisht shumë në mbrojtjen e dinitetit, gjakut, nderit, fesë muslimanëve deri në vdekjen e tij. Prandaj do të thotë është fal, do më thonë nga një reqat, dhe sigur që thot në Subul Salam, Imam Sanani, thot, wal hadithu delil ala ana salat al khawf rakatan wahida fi haqqi al imami wal ma'mum. Thot në këtë hadith është argument që namazi I frikës është një reqat, qoftë për imamin, qoftë për xhamatliun që falet pas imamit. Dërsa Sufjani Thauri dhe një grup I dietarëve tjerë dhe një grup prej sahabëve sikur Abu Huraira, Abu Musa al-Ash'ari e tjerë ishin në këtë mendim që namazi I frikës është një reqat. Po ashtu edhe Sheikh Bin Bazi rahimahullah ka qenë në këtë mendim që namazi I frikës është një reqat për imamin dhe për xhamatin. Ne po kemi edhe hadithe tjera të cilat I ka përmendur edhe Imam Neveviu gjatë shpjegimit të
Sahih Muslimit thot fasalla bi ta'ifatin rak'atayn thumma ta'akharu, e u ka fal një grupës 2 rekat, pastaj ata janë dalë mbrapa në orta safit dytë para, edhe aty u ka fal 2 rekat, e pastaj ne I ka fal pejgamberi alayhis salam 4 rekat këtë mënyrë, edhe ju ka dhënë selamin. Ata I kanë fal nga 2 rekat, pejgamberi sa I ka fal 4, kanë thonë 4 që pejgamberi alayhis salam ka qenë, 2 I ka fal për vetë dhe për ta, ndërsa 2 që I dytë ka qenë nafile për Muhamedit alayhis salam, ndërsa ka qenë namaz I falur për ata që e kanë fal këtë lloj të namazit. Si është fal namazi, kemi disa hadithe në lidhje me këtë punë, në mënyrë të shpejtë do të mundohem me I tregu, është pak koklavit me kërkoj për qëndrim pak më tepër se si ka ndodhur ndrrimi I safave. Hadithin transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre. Thot pejgamberi alayhis salam, një grup qëndroi me pejgamberin alayhis salam, e grupi tjetër qëndroi përballë armikut. Kështu që grupi me Muhamedit alayhis salam falin një rekat, pastaj pejgamberi alayhis salam u ngrit në kam për rekatin e dytë, e grupi që u fal me të e përfundoi namazin vetëm, pastaj u largu dhe qëndroi përballë armikut, e grupi tjetër erdhi dhe u fal me pejgamberin alayhis salam rekatin e dytë që I kishte mbetur, kështu që ai qëndroi ulur, e ata u ngritën dhe përfunduan namazin e tyre, e pejgamberi alayhis salam dha selam me ta. Hadithi tjetër po ashtu. Pejgamberi alayhis salam fali një rekat me një grup, ndërsa grupi tjetër qëndronte përballë armikut. Pastaj grupi I parë shkoi në vendin e dytë përballë armikut, dhe grupi I dytë erdhi me Muhamedit alayhis salam, ai fali një rekat me ta, e pastaj dha selam, pas kësaj 2 grupet falen nga një rekat, secili po ashtu këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Grupi I parë qëndron me pejgamberin alayhis salam dhe grupi I dytë, 2 safa. Muhamedi sa merr tekbirin, falet, lexon elhamin sure apo pjesë nga Kurani. Dhe këta falen. Shkojnë në rukuz bashku, sikur tash që do të shohim një hadith tjetër, pastaj kthehen për rukuz. Pastaj kur shkojnë sejdë, safi I parë shkon sejdë, Muhamedi safi I dytë qëndron nalt duke I vëzhguar armikun, lëvizjet e armikut me armatimin e tyre, edhe përcjellin armikun mos elbete po merr ndoj sulm apo po bën ndaj gjest I cili mund ta rrezikonte jetën e muslimanëve. Muslimanët për shembull me Khalidin ibn Velidin në atë kohë nuk patën luftë, mi po e falën këtë lloj namazit. Se ishte friga se mundet me pas problem me armikun. Prandaj thash, nëse ndodh edhe mballafaqim kur je brenda në luftë, veç po zhvillohet përleshja, po zhvillohet lufta, aty në është fal me isharet namazi. As rukus ka pas, as sejdë. Me isharet është fal. Ka knu elhamin, ka knu një surë ose pjesë të Kuranit, Allahu Akbar me kokë, o shku në ruku, se me Allah men hamda, Allahu Akbar, përleshën e ka vazhdu, luftën e ka vazhdu, pa humb kohën e namazit. Namazi është as-sala, as-sala. Në 7 dekës, po vdes pejgamberi alayhis salam, po e porosit ummetin për herë të fundit, namazin. Mos e lini namazin pa e fal. Prandaj tha në hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam fali 2 rekate me disa shokë dhe pastaj dha selam. Pas cilës ata shokut tërhoqën dhe tjerë të erdhën dhe qëndruan në vendin e tyre. Kështu që Muhamedi alayhis salam fali 2 rekate dhe dha selam. Ky është hadithi me 2 rekate. Ai ke me 1 rekat, sikur që thash, varet për momentumit. Ka namaz me 1 rekat, ka namaz me 2 rekat. Dhe sa ky është pak më I gjatë që ka shpjeguar më qartë. Pejgamberi alayhis salam, hadithin që po ja citoj transmeton Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi. Pejgamberi alayhis salam I rrashtoi shokët e tij në 2 rreshta pas tij. Armiku ishte midis tyne dhe kibles. Armikun e kishin kauna kibles. Pejgamberi alayhis salam dha tekbir fillestar dhe tjerë gjithashtu dha tekbir. Pastaj ai shkoi në ruku dhe gjithë tjerë gjithashtu shkuan në ruku. Pastaj ai ngriti kokën nga rukuja dhe gjithë u ngritën. Do të thonë krejt bashkë janë fal. Allahu Akbar, kanë qëndruar në qiyam, pejgamberi sa po lexon, ata po dëgjojnë. Janë shku krejt bashkë në ruku. Sa armiku është përpara, do të thonë rukuja nuk ka kohë gjatë që ata me sulmu, se me bën me sulmu, ti je në çat gjendje, automatikisht duhet me u prish namazi në këtë formë. Edhe me u ballafaqu, jeta muslimanit është shumë më rëndësi me rujt. Zoti na rujt po të sulmon një gjarpën,
po të vjen një kafsh e gërsir, e egar, po të sulmën, jo valla unë po fal në të më haje gjapni, akrepi, në të më sulmoje krokodili, elefanti, leoni, tigri, armiku, jo unë se priqë namazin, jo nuk ka çashtu. Jeta e muslimanit është shumë e rëndësishme dhe duhet me u ballafaqu me një herë me rujt jetën tonë edhe nëse ka nevojë me prish namazin. Po bëhet termeti, po bëhet zjarri, po bëhet vërshimi, po hyn uji. Në çdo rrethon që rrezikon jetën tënde, automatikisht do të selam aleikum rahmetullah, mjafton veç me një anë me dhënë selam, del prej namazit dhe shiqon me shpatu jetën tënde apo të atyre të cilët janë të nevojshëm me urujt jetën. Për shembull, unë po shoh se ato kam e kafshu fëmin, ai i vogël e prish namazin edhe e shpëton atone. Prandaj këta u faleshin në ruku bashk, semi Allahu liman hamida, kret u ngritën prej rukus. Pastaj shkoi pejgamberi në sejdë, safi i parë shkoi bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam në sejdë, safi i dytë, rreshti i dytë qëndroni ballë për ballë me armikun. Ata nuk shkuan në sejdë, ata vazhgonin lëvizjet e tyre mos po na sulmojnë. E kur pejgamberi alayhi salam dhe shokët e safit parë bën sejdë, atëherë edhe safi i dytë e bën sejdë. Këta kur e krytën sejdën, e këta safi i parë u ngrit për sejdës, kaloi në safin e dytë, e safi i dytë kalon në safin e parë dhe ata shkojnë dhe e bëjnë sejdën e reqatit e parë. E këta që kanë bërë sejdën të safit parë, këta kthehen brapa dhe këta mbesin me vëzhgu armikun, e këta që janë konë safin e dytë dalin përpara e bëjnë sejdën bashkë me imamin, dërsa këta që kanë kry sejdën, këta të safit parë, këta mbesin me e vëzhgu armikun. E pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur shkojnë sejdë bashkë me këta të safit dytë, atëherë Resulullah sallallahu alaihi wasallam bashkë edhe me tjerët e dha selam. Domethënë këtë hadith e kemi që e ka fal një reqat pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ndërsa sa i përket namazit të akşamit, namazi i akşamit mbetet 3 reqat, që kanë thonë dietarët, nuk e shkurton. Ka thonë me grupin e parë ka mundësi imami me fal një reqat, e me grupin e dytë 2 reqat ose kontra. Me grupin e parë i fal 2 reqate, e me grupin e dytë i falen 1 reqate. Nëse përshkallëzohet konflikti, atëherës bien të gjitha këto, bjerë kiblja pre obligimit, bie rukuja, bie sejdja, mundeni me u fal duke ec ose për mikali apo në kerr, në tank, në top, në aeroplan, kudo që t'jesh, dhe me majt ftyrën ka armiku, edhe nëse jenë kundërshtim me kiblen, hadithin e transmeton Buhariu dhe Imam Maliku. Se Allahu Teala thot ittaqullaha mastatatum, keni frikë Allahun aq sa keni mundësi, surët Taghabun, ajeti i 16. Prandaj kjo në një farë mënyre kishte me qenë një spjegim i këtij namazi, specifikun mendova pak që kom me pas kohë dhe me fol për namazin e duhas, namazin e paraditës, për cilën ka hadithe të shumta që ka fol për vlerën e saj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po sot mbeta vetëm me namazin e frikës. Shpresojmë inshallah që Allah na lehtëson herë tjetër me fol edhe për namazet tjera nafile vullnetare. Por sot mbetëm vetëm në shpjegimin e namazit të frikës, që lutem Allahu Teala të mos detyrohemi me i fal një namaz të këtil, por nëse detyrohemi me fal, kur jemi duke u përballë me armikun, namazin nuk e lejmë dhe e falim ashtu siç Allah i ka kërkuar prej neve, sot Nisa ajeti 102, dhe sikur që hadithet i pam nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nëse është mundësia me fal me imam, me falim me imam. Nëse nuk kemi mundësi me fal me imam, se veç është për lesha duke ndodh, namazi falem në mënyrë individuale, tu ec mbi automjetin që je apo kundërtën e kibles, nuk është më rëndësi, por namazi mbetet obligim dhe nuk bie nga ne edhe në rrethana të tilla. Allah i dha shpaqe për ne dhe për njerëzit në përgjithësi. Zoti na ruajt për sherrit të armiqve, Zoti i ruajt muslimanët kudo qofshin ata. Allah i ruajt dinin ton, e ruajt gjakun ton, nderin dhe pasurinë ton. Allah i ruajt popullin ton, Allah i ruajt
muslimanët kudo qofshin ata, deri takimin e radhës nderuar vëllezër, mbeqi në përkujdesin e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.